3 ditë pas zbulimit të një sasie të konsiderueshme heroinë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, gjykata e Korçës ka lënë në burg Valmir Balliun, shoferin e makinës ku u gjet lënda narkotike, duke caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Shoferi akuzohet për trafikim të narkotikëve, kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë. Përpara togave të zeza dolën edhe nënkomisari Ylli Dushku dhe 3 inspektorët e pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, për të cilët gjykata e Korçës vlerësoi si të palishëm arrestimin e tyre, por nga ana tjetër u pezulluan nga puna me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Avokati i policëve, Nevzat Arelli, tha se do të apelojnë çështjen me arsyetimin se nuk ka vepër penale dhe nuk plotësohen kushtet e caktimit të masave të sigurimit personal. Por këta punojës policie kanë marrë pjesë në dokumentimin e veprës penale të trafikimit. Pra janë përfshirë në kryerjet veprimeve hetimore, në qoftë në skaner, qoftë në dokumentimin e janë pyetur si deklaruesën, pas çuditërisht janë arrestuar. Do të apelojnë? Absolutisht, po s'ka vepër penale dhe nuk ekzistojnë kushtet për caktimin e masave të sigurimit personal. Dhe kjo është e papranueshme që të pezullohen nga detyra ata njerëz që në fakt janë pjesë e hallkës së kapjes dhe dokumentimit të rastit të trafikut të lëndëve narkotike. Nënkomisari dhe 3 inspektorët u arrestuan nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore më 7 qershor 2025, pasi gjatë një kontrolli blic, në makinën e shtetasit Valmir Balliu u gjetën 6 kg heroin që do ta transportonte drejt Greqisë.